Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Mësuesja ime e fëmijërisë më kontaktoi pas 15 vitesh për të më thënë një të vërtetë që më preu gjunjët. Nuk e di pse, po kur pash emrin e saj në ekranin e telefonit, ndjeva të më rëshqiste në përshtyll një rjedhje e ftohtë. Zonja Marta, mësuesja ime e klasës së dytë, më kishte mësuar të lexoja, të shkruaja, të mos kisha frikë fletët e bardha. Por kishin kaluar 15 vjet. Asnjë arsye në botë nuk kisha që ajo të më telefononte. U përgjigja. Zonja Marta, zëri i saj ishte i njëjtë. I qetë, i ngrohtë, por me një dridhje të brendshme që nuk e njihja. Po jam unë, gjithçka në rregull. Duhet të takohemi, kam diçka të rëndësishme për të thënë. Më njoftoi ajo. Dhe aq, nuk tha më asgjë. Kaq mjaftoi që mendja ime të niste garën e zakonshme me idetë shfrenuese. Mos ka ndonjë hall, mos është e sëmur, mos ka ndodhur diçka në shkollën e vjetër, por nuk ishte asnjëra nga këto. Ulëm në një lokal të vogël, një nga ato vendet ku tavolinat duken sikur din sekrete më shumë se klientët. Zonja Marta nuk e ngriti filxhanin e kafes. Nuk mi ngriti as syt për disa sekonda. Dhe kur më në fund e bëri, pash një lloj dhimbje të vjetër të mbajtur me zor. Ka diçka që duhet ta dish. E kam mbajtur për 15 vjet dhe nuk më lë të flem. Fryma mu pre. Ndonjë gabim, ndonjë padrejtësi, ndonjë kujtim të shtrembër, nuk e di. Ishin më shumë se aq në fakt. Ti nuk e di, por ti ishe fëmia më i rrezikuar në klasë, më tha ajo. Fjala i rrezikuar më theri si akull. Ajo vazhdoi. Çdo ditë dikush vinte në shkollë për të marrë. Një burr, nuk ishte as pjesë e familjes, as i afërm, thoshte se ishte mik i prindërve të tu. Nuk më zinte fryma. Unë ndalova dhe nuk e lija të afroj. Pas 3 ditësh thyra prindrit e tu fshehurazi. Më kujtoi një periudhë mjegullt në atë vit faktikisht ku prindrit e mi më mbanin më afër, më merrnin vet nga shkolla, më flisnin më ëmbël se zakonisht, por nuk e dija pse. Mësuesja vazhdoi duke thënë, dikush po të ndiqte, dikush tentoi të rrëmbente, dhe unë nuk thash asgjë aso kohë, sepse prindrit e tu kërkuan ta mbyllim çështjen me kaq, plus kisha frikë të flisja. Unë mbështeta pas karrikes në ato momente dhe ndjeva një boshllëk të ftohtë që më hapej në stomak. Po pse po ma thua tani, e pyeta? Zëri sa ju thye, sepse ai burr është liruar nga burgu. Dhe unë e kam parë pranë shkollës sërish. Nuk dua të friksoj, dua thjesht ta dish. Dua të jesh e kujdesshme dhe nuk dua të humbas me asnjë fëmijë. Zonja Marta, gruaja që më kishte mësuar tabelën e shumëzimit, po më tregonte se dikush, dikur, kishte tentuar të më rrëmbente. Dhe askush nuk më kishte thënë asgjë, as prindrit, as shkolla, vetëm ajo dhe ma tha pas 15 vitesh. Që atë ditë më ndryshoi mënyra se si e shija fëmijërinë time. Disa gjëra morën kuptim, për shembull pse prindrit u bën aq mbrojtës atë vit, pse nuk më lanë më vetëm në rrugë, pse zonja Marta nuk më hiqte syt nga obori. Ndonjëherë mendon se jeta e fëmijërisë është e thjeshtë, naive dhe e qetë, por e imja kishte pasur një hije që unë nuk e kisha parë asnjëherë. Dhe tani ajo hije ishte kthyer. Nuk e di nëse mesazhi i saj ishte paralajmërim apo thjesht një kujdesi. Por di një gjë, nuk ka të vërtet më të rëndë se ajo që të ka kërkuar ndihmë para se të dije të kërkojë ndihmë.